E bën edhe bën të drejtje ta kriminela. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Të pati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible. Say, bull. Any independence. Say, no. Forced to live an excessive training this summer. Një sa herë që unë udhëtoj për na dhe, vëre disa nga të metat tona që të them të drejtën, nuk është se I shoh kur kam destinacion të ndryshëm udhëtimi nga Shqipëria. Dhe po flas për këto huqet tona dhe tekat, sjelljet e ku dëgjon pasagjerëve, njerëzve në ambiente dhe hapësirat publike si aeroporte, stacione, trenash, autobusi, por jo vetëm. Nga të filloj thonë ju. Unë e konsideroj, le të themi, pak të trish që gra bura, s'ti ka mundësi të rinj, të reja, që jetojnë në Shqipëri dhe jo vetëm në vitin 2025, I lejojnë vetes në ambiente publike, në një sallë me 200 njerëz të tjerë, të flasin për shembull në telefon me zë të lartë. Dhe nuk kur them me zë të lartë, nuk po them siç bën I madh se nuk dëgjon mirë kur flet me një shok telefon. Me zë të lartë me loudspeaker, viva voce, çush e doni ju. Varet çfarë brezi jeni. Se brezi vjetër e ka viva voce, brezi I ri e ka loudspeaker. Video call. Janë njerëz aty secili ka hallën e vet, njëri është duke lexuar një libër, tjetri është duke pritur, njëri është duke bërë në një sugjumi se kush e di sa do ketë ardhur nga puna dhe ka është gati për të kapur fluturimin, do të qetësohet një çik domethënë. Edhe ti je I ulur aty dhe po flet me dikë në video call pa kufje, me zërin më të lartë si ai, si ti, gjithë secili po dëgjon këto budalliqe që ju po flisin në telefon. Edhe të duket gjëja thjesht normale domethënë, sikur what the fuck plak. Pse kemi kaq pak ndjesi për të respektuar hapësirat publike, domethënë që gjithë secili ndihet mirë. Unë nuk po them tash mos bëj asnjë gjë, pasi gjithë secili ka diçka për të bërë. Flasin në telefon. Po ka mënyra të tjera, se përderisa të tjerët I bëjnë ndryshe, domethënë pse mos I bëjmë edhe ne? Pse mos të sillemi edhe ne në mënyrë civile? Por mos të kaluar këto pastaj kupton që në një anë të stolit 2 llosha, fola me këtë, qiva këtë, bera atë, kupton, në anën tjetër mamaja me të bien, e kupton ç'a? O plak, kush ju ka rritur juve më? Ato muhabete do I bëni, mos siç kam bërë unë njëri kohë, kam bërë gjithë secili ka bërë nga ato muhabete deri diku, domethënë po, there is a time and a place plak, e kupton, ka disa gjëra që nuk bëhen më valla. Thjesht duhet të kuptosh domethënë se në çfarë ambienti je dhe kë ke rreth e qark. Duhet të ketë njeriu një farë lloj respekti për ata që e rrethojnë. S'është normale kjo. Kjo është ignorancë e thellë. Edhe më keq akoma se sa këto domethënë është një gjë tjetër që mua nuk e di, mua më bën më shumë me gurën në vesh, kam përzihet sa herë që e shoh domethënë njerëz që shikojnë video në Facebook apo në TikTok domethënë pa kufje prapë zë të lartë. Edhe janë nga ata që janë kështu komplet të varur, domethënë që as nuk I shikojnë deri në fund, që I ndrojnë kështu çdo 3 sekonda, edhe të bëhet një sallat zanore në veshët e tu, që çfarë lloj gjëje ti je duke bërë ti, nëse ti nuk e izolon veshët e tu komplet, është çmenduri. Do ishte bukur të bënim kështu si te SNL-i për shembull në një ambient tjetër, në një univers paralel kur këta persona janë duke bërë diçka me rëndësi të lartë, që janë duke fokusuar për të mbyllur një problem të vetit, sikur këtyre personave për shembull ti vije një 20-30 të tjerë që I thoshin nga një fjali kot kështu, thjesht për t'ja hequr vëmendjen ose për t'i bezdisur në kohë. Të shikonin mirë si do reagonin. Jam I bindur që do ishte reagim pozitiv. Një gjë tjetër që mua më nuk e di, valla, më shqetëson në masa, domethënë aq të mëdha sa nuk arrit ta kuptoj. Tani, unë jetoj në Gjermani, po besoj që kjo vlen për shqiptarët që jetojnë në çdo vend tjetër të botës. Tani, zotëri I dashur, ti je në Londër. Jeton aty, bën ç'a bën, ku dëgjon. Puna jote. Do I bësh autobus apo do I bësh në metro? Si çdo njeri tjetër vllai, është dikush tjetër përpara teje, ti ri mbrapa atij dhe pas teje ka njerëz të tjerë, gjithë secili do hipi me rregull, duke respektuar hapësirën, duke lënë njerëzit për të dalë për të tjerë.
në momentin kur jeton në Berlin apo në Munich apo në Frankfurt, domethënë i bën 2-3 xhiro rreth lagjes për të gjetur një vend parkimi për të ndaluar për atë kafen që ti doje të pije ose për të mbaruar punën ose për të bërë shpezat. Gjëra të jetë normale, që bën gjithsecili. Tani, si ka mundësi që këto norma që ti i respekton në shtetin përkatës ku jeton i zeron direkt. Edhe pa vajtur akoma në Shqipëri, direkt që në portën e aeroportit. Me sa duke këto portat për të hyrë në avion janë le të themi si mini ambasada të vogla ku është territor i shtetit shqiptar dhe aty ti kalon një budallepsje shoqërore, një ti dhe haron çdo lloj norme civile dhe e zëron radha kështu bëj, kështu ink, bëhet si trekëndsh, domethënë kështu. Edhe ky është problemi i gjithësishëm, se nuk e ka vetëm Bleoni apo Filani apo Fisteku, e kupton, janë të gjitha moshat, të gjitha ngjyrat e ndryshme, ku dëgjon, të gjitha nivelet e arsimit. Se nuk ka lidhje direkte kjo, jo je inxhinier leshi apo je avokat preshi, e kupton, s'ka lidhje fare apo burr. Njerëz të tillë, unë kam vënë re, bile kam pasur njerëz që nuk është se i njoh që ti ke miq, po i kam takuar 2-3 herë. Njerëz me puna të mira, më kanë rënë raste ti shikoj në për aeroportin në Berlin për shembull që sillen si shkërthata plak. E kupton? Ti ulesh të dëgjosh në kafe, dëgjojnë që po ne kemi rregull, bëjmë kështu, bëjmë ashtu dhe në momentin e parë kur e ka atë mundësinë për të shfaqur vetveten, sillet si pler. Kjo është e vërteta fatkeqësisht. Pler. Bëj si shtem unë, po mos bëj si bëj unë. Po çfarë kuptimi ka kjo? Mirë radhën, se steriet, ku dëgjon, nuk e di çfarë budallëpsie kemi, po ato që vjen në Shqipëri, sillet në Shqipëri sikur ku dëgjon, sikur e ka hanin e vet. I parkoj makinën si shkërthata. Parkoj elegant. Pse se parkon makinën ashtu në Berlin apo në Londër? Se ta qep ajo vllai. S'ka tërci vërci. Po mirë, në qoftë se Shqipëria kështu funksionon në Shqipëri, po mirë, nuk e ndjen ti pak atë dëshirën për të sjellë diçka ndryshe, nuk e ndjen pak dëshirën për të sjellë, okay. Shqipëria kështu funksionon, por gjithsesi unë jam i zoti vetes dhe unë do bëj atë më të mirën time siç e njoh unë. Kështu nuk e mendon ndonjëherë, domethënë, të sjellësh diçka pozitive. Për mos thënë pastaj që kur janë për kafe këtej, pastaj kështu të lutem një kafe me kështu pa ashtu që për ta marrë me vete. Edhe kur i shikon ca fispredha në për lokalet e Shqipërisë i flasin kamarierëve, domethënë siguri i ka bërë kokën. Këto janë çmendurira, domethënë që unë nuk e kuptoj. Edhe është problem shumë i madh kë. Është problem shumë i madh sepse e ul satisfaksionin shoqëror, kupton, e bën shumë të vështirë për të bashkëtuar me njëri tjetrin, i bën njerëzit të ndihen jashtëzakonisht shumë keq, nuk kanë më dinjitet, ti ja ul dinjitetin. Është një mungesë e thellë e respektit ndaj gjithë secilit, ndaj punës që gjithë secili bën. Kupton? Mendime arkaike këto. Se duhet të kuptojmë diçka, gjithë këto probleme, domethënë nuk është se kanë ekzistuar vetëm tek ne, ose ekzistojnë vetëm tek ne, kanë ekzistuar në çdo lloj shteti tjetër më përpara. Se gjermanët apo italianët apo anglezët apo francezët nuk është se kanë lindur më ashtu siç janë. Se nuk kanë më asnjë lloj ndryshimi nga ne. Është thjesht kultivimi i një farë lloj ide, një farë lloj fryme e rregullit, e mirësjelljes dhe hallka kryesore mbas krijimit të idesë është kontrolli. Ka institucion përkatës, por ka edhe njerëz që kur shikojnë diçka që është duke ndodhur gabim, i thonë që jo vlla, s'është në rregull kështu. Jo se ne xhungull, ose cilit vetën ç'pun kam unë me ta. Jo vllai dashur. Se ti mund të thuash ç'pun kam unë me ta deri në momentin që të vjen te dera jote. Pastaj thotë, si ka mundsi? Mua, pse më ndodhi mua kjo gjë? Unë s'jam përfshirë asnjëherë, pikërisht plak, sepse jam apatik. Sepse e ke lënë gjendjen të degradoj deri aty. Kjo pritja në radhë për të shkuar në Shqipëri, domethënë nuk e di, është një nga aktivitetet më të pamundur me sa duket të pasagjerëve shqiptar.
Dhe nuk bën sens në fakt sepse nuk e di, duket se kanë gazllim shumë të madh për të vajtur në Shqipëri, se kur vjen në Shqipëri pastaj sri ato do ikim prapë. Një javë ri aty, mbas një javë do ikësh. Po mirë, mbaj radhën, pastaj ose mos ik fare, e kupton, ç'u problemi ka. Pse e ke këtë manin, ku e kum përpara? Se nuk bën sens, mo. Thjesht po ta mendosh nuk bën sens. Kur dyndesh për të hipur përpara, ti e ke bërë check-in ato tri. Nuk do iki avioni pa ty, e kupton? Të gjithë me një avion do hipim dhe avioni do niset fiks kur të ketë hipur dhe personi i fundit që ka bërë check-in. Kështu që ku po vete? Ku po vete? Çfarë do të arrish ti me këtë gjë? Se nuk ke për të arritur, literalisht nuk ke për të arritur asnjë gjë, se nuk është si urbanët në Shqipëri, domethënë që kur është bosh do mundohesh të ecësh përpara, të gjesh në një vend për të ulur. Ti ke vendin tënd, o vlla, je në avion, ke vendin tënd. Ku po vete? A ka o zoti i madh, a ka një njeri të më shpjegojë mua domethënë se çfarë arrihet në për portat e aeroportit, në qoftë se ti je përpara apo pas? Do kisha një interes jashtëzakonisht shumë të madh për ta kuptuar këtë sjellje idiote. Dua të dija me të vërtetë se çfarë kalon në mendjen e këtyre personave. Dhe për te, siç e përmendëm përpara, për te në një kështu, ku ti qenë, në lloçi apo këtyre personave, domethënë që i duket që unë jam më i mirë se sa të tjerë dhe unë duhet të shërbej më i pari, apo të rinj, më thënë që mbase thjesht nga mosha nuk janë të mësuar me këto lloj kulturash. O ka më re që ka është mosha 55 plus plak. Futën në radhë kështu e thon edhe bile edhe herën e fundit që unë vajta ishte një nënë, mund të ketë qenë pak më e madhe se mamaja ime. Ishin një 10 veta pas meje. E kupton? Edhe kjo gjasnë duke si e hutuar kështu sikur nuk po dinte se ku ishte, me telefon etj, kështu ndalon aty afër meje, një dy hapa afër meje, domethënë. Shikon para, shikon pas etj dhe duke përparuar radha, krahasisht nga një hap siç ecën në portat e aeroportit, afrohet më shumë edhe me domethënë dhe ai djali mrapa domethënë ç'a interesonte më vëllazë mendimin si unë që vare leshë po lëre nënën të futet aty edhe s'ka problem. E lë domethënë ajo bën atë para meje dhe në anën tjetër duke pritur në radhë ishte pas meje dhe duke preparuar për të shkallët për të ngjitur në avion. Për shembull, me nga një kështu 1/10 e hapit, duke ecur paralele me mua, arrin që në një rrugë prej 10 metrash, domethënë që ishin atje, të më parakaloj. Që unë e kupton, whatever, nëse do thoj të lë unë, do të vesh e para. Ti bërtasën aty të tjerëve të lënë aty të fundesh aty. Hajde, ik futu, e kupton. Ajo që më shqetëson mua është që fiks përpara shkallës, edhe pse ishim literalisht sup më sup, gjatë gjithë kohës, domethënë se unë po mbaj hapin thjesht për ta observuar se si do reagonte. Literalisht përpara shkallës. Djali më fal, ke qenë nëna mos e jetim përpara. Unë them që nuk ka problem, vazhdoj, s'është problem, po nuk po pëlqen të bësh mua si budalla, e bëre, më parakalove, bravo të qoftë. Bravo të qoftë, ti fiton një kokër molle jeshile. Po shkoj deri në fund gjës. Në qoftë se ke bole ose në këtë rast vezore, nëna, shkoj deri në fund gjës, mos më bëj mua në momentin e fundit sikur I didn't mean this, më fal, nuk e kisha kështu, isha pak e çorientuar. Nëse do të bësh pislliqe të tilla, domethënë, shkoj deri në fund valla. Të paktën ta di dhe unë që je njeri budalla, edhe të hap rrugën siç japet rruga budallait. Mos më bëj mua për budalla. Sikur unë nuk e kuptoj se ti çfarë do të bër. Gjithsesi, kalon nëna para meje, vazhdon atje, siç prita unë, pritet edhe ajo, bile ishte edhe më në fund. Ajo bile duhet të kishte hyrë nga dera tjetër, se ishte në fund. Domethënë s'duhet të kishte hyrë fare nga aty, se thjesht e bëri atë radhë më të mëdha, po normalisht çfarë mund të presin nga persona të tillë që bëjnë veprime të tilla. Normalisht do ndodhet diçka e tillë sepse do ishte qershia mbitor, normalisht. Mund të rinte e pa u plotësuar e gjithë piktura. Gjithsesi, në të njëjtin futurim kalon nëna, ndalojën aty tek ajo imja, isha 5 caja te jashtë, dhe ishte ulur aty një grua. Kjo besoj që mund të ishte pak më e re se nëna ime, e vogël në trup,
Edhe i them përshëndetje zonjë, është vendi im sepse ishte ulur tek im. Më fal, mund të ulem? Thotë ja, kalo këtu, futu në mes. I thash zonjë, po ky është vendi im, e kupton, unë jam pothuajse 2 fish i gjatësisë tënde dhe më duhet hapësirë tek këmbët, pa për këtë arsye kam paguar edhe lekët që të jem anës që minimumi të shtrij një këmbë. Normalisht këto s'ia thash, thonë që më fal zonjë, po është vendi im etj etj. Ama se njësoj është djali tha, po gjithsesi haj se po iki unë. Edhe këto janë gjëra për shembull nuk e di alla, ta bëjnë jetën kështu, thjesht ta dhjesin muhabetin pa vajtur akoma në vend, domethënë të fillon e mërziteshme këtë. Po kur është njësoj të qivi amiu, pse nuk e di ti pastaj? Këtë dua të kuptoj. Nëse ti e beson që është njësoj, pse nuk vet atij alla? Pse e çon situatën që ne të kemi këtë lloj shkëmbimi në avion kur mund të kishim një shkëmbim miqësor, të kemi si si të shkojmë punët, fluturim në bar, kaq. Ë? Një të kalonim jashtëzakonisht shumë. Pse duhet të ta çosh deri në atë far pike? Është budallik i madh ky. Bile më kujtohet tash kur po vija çantën, domethënë ishte një djalë, nëse dëgjon këtë episod të përshëndes, po më bëri përshtypje diçka se djali më tha, "Oh, Buçi, ç'kemi çfarë bën?" Unë nuk e njihja normalisht. Thash, "Më fal, a njihemi?" Mbase ka qenë në mënyrë jo e denj nga unë për të drejtuar. Më tha që jo, nuk njihemi. Më tha, "Po unë jo, se shikoj ndjek podcastin edhe unë nuk jam mësuar me këto gjëra më. Kupton se nuk jam ndonjë person i famshëm, e kupton. Nuk di si të reagoj me këto. Nëse është dukur personi në fjalë ku dëgjon pak hi e rënd, thjesht kisha nga kjo nëna dhe nga kjo gruaja që më kishin zënë vendin, domethënë nuk jam pasur me ty. Por më bëhet qefi që më përshëndete dhe të falenderoj që e dëgjon podcastin, nëse e dëgjon këtë episod. Pa ulur gjithë njerëzit domethënë fillojnë këto idiotësirat e tjera pastaj, jo po të ulem unë aty, jo po se kam atë atje. Unë nuk kam gjë kundër këtyre. Kjo është një gjë e mirë që ne bëjmë, okay, valla, kurse në një lek, pse ti japësh atij 10 euro apo 20 euro për të bërë vendin, nëse i ke biletat ashtu. Okay, pyet dikush, është okay o zotëri ose o zonjë nderuar, është okay për juve nëse ne do ndronim vendin bashkë. Po tha jo, mirë. Po tha po, mirë. Prapë, nuk ka ndonjë gjë po kështu, po pa ulur njerëzit valla. Rinë këmbë aty, po unë do të ulem atje. O zotëri, po ulu një herë më valla. E thonë edhe stewardesat e kanë punën e tyre, pse ja bëni punën më të vështirë se e kanë. Ç'është kjo gryksi e madhe me un. Dale valla, se nuk jeton vetëm në këtë planet, mo, janë gjithë njerëzit e tjerë. Ç'është kjo idiotësi? Nuk e di, në një farë lloj modaliteti komik, domethënë mua kur më ndodhin gjëra të tilla, për shembull, imagjinoj gjërat më të errta. E ke parasysh kur të zjen gjakun në atë moment e thonë që oh, how good it would it be, domethënë jam kështu sikur ta çaj në mes, kështu t'ja vesh lëkurën si xhup. Po pastaj civilizimi le të themi fiton, triumfon. Thotë që whatever. Lëri. Këto gjëra i bën ata të lumtur, lëri njerëzit janë të lumtur, unë nuk është se do mbas ndonjë gjë të madhe nga këto. Po gjëja që mua më bën jashtëzakonisht shumë përshtypje, edhe mbase si gjithë secili edhe unë pak a shumë mund të kem një farë lloj fluske ku unë jetoj. Unë mbaj mend kur ishim fëmijë për të hipur për të zbritur nga furgona apo nga autobusa, për shembull, edhe mami edhe babi gjatë gjithë kohës do që bio, prit, do zbrezin njerëz gjithë, o dalin kur the mund do hipesh. E kupton? E na kontrollonin gjatë gjithë kohës, nuk na linin të bënim xim kot, nuk na linin të bënim zhurmë. Ishim ku vinim në qytete të tjera për shembull, nuk na linin të bërtisnim etj. Na flisnin gjatë gjithë kohës, edhe më shumë se sa na flisnin. Vetëm që mos i shqetësonte njerëz tjetër se ne vërtet mund vemi diku për qef, o dikush mund të jetë për hall, valla, nuk do çaj trapi njeriu me dëgjuar au iu kot tash. Edhe nuk e di se si të tjerët kanë qenë tani, mbase kanë qenë vetëm prindit e mi kështu. Edhe të gjithë të tjerët pastaj pas kanë qenë kështu, ose kanë qenë të gjithë prindit ashtu dhe pastaj një pjesë kanë thënë që vari lesh, nuk tani që se kam me mamin tani edhe babin tani mund të bëj ç'a ndoj qefi mua. Ose nuk e kam arritur ta kuptoj se cila është pjesa dominante e kësaj.
Por gjithsesi mua më duket jashtëzakonisht shumë fyese për bashkëpjesëtarët, si do jetë kjo në udhëtim, në kafe apo kudo tjetër, domethënë kur personat që bëjnë të tilla akte, domethënë sillen sikur nuk janë të vetëdijshëm, domethënë sillen sikur nuk e kuptojnë se çfarë do kenë bërë. Kur jam i bindur që literalisht e kanë le të themi me qëllim, janë duke ditur shumë mirë se çfarë janë duke bërë, edhe në momentin kur që ti kap kështu me presh në dorë, domethënë, më i shiko, nuk e kisha mendjen, më fal, nuk mos ma fyej inteligjencën o plak. E kupton? Do të jesh kafsh, je kafsh. Puna jote është se ti je kafsh. E kupton? Po mua mos ma fyej inteligjencën të qimi jam unë, se s'të kam bërë gjë. Pastaj për ta fundërinat, pastaj kështu dëgjojmë që janë 2 metra me zinxhir qeni në qafë kështu e ti po pret literalisht të ulet robi para teje, vlla, o djali të kaloj pak. Po vlla, ku do kalosh më? Tjetër person në zbritje, pastaj literalisht plot. Unë ishta i çuar në këmbë se dilja ime, thjesht po bëja ato, nxora çantën, e kupton, edhe por ja, s'kishte dalë tek ai korridori në mes akoma. Edhe në momentin që u hap dera, avash, dola dhe unë te korridori, gjoj diçka nga mbrapa që ishin duke lëvizur njerëz etj. Etj ishte një djalë që me sa duket e kishte me shumë le të themi me shumë nxitim, edhe në të njëjtën mënyrë, domethënë kështu, prapë se këta janë në njëjta prerje këta, e keni parasysh ju për cilat persona po flas. O vllai, galo pse kam çik me nxitim. E vllai thash, o vlla, aty pastaj kisha arritur në një pikë që s'po mbaja më. Thash, o ku do vesh më vlla? Ku do vesh më valla se nuk është as në këmbë, do i kemi gjithë me një autobus. Po nuk u mbush autobusi, nuk ikën as ti as unë. Edhe ti ja thash ndryshe, nuk ishte thjesht mendje në kohë. Të gjitha këto do vemi. Ere mirë se kisha vetëm me nxitim, prandaj thash, po s'ka gjë, kalo me që pas ke ti me nxitim. Zotrin, nuk e kam me nxitim valla. Literalisht jemi te pesa. Nga 1 deri te 5, të gjitha personat që dalin do hipin gjithë në njëjtin autobus. Po nuk e mbushi autobusin ai që të vejë atje, nuk do niset. Çfarë fitove ti? Ere mirë, okay, haj. Lere te mua beteshim, na bëj mua si mençush. E unë e lash pastaj se nuk flitet me murin, po. Kupton? E kupton tash ç'a bën ti mua valla? Ma ngre tensionin atje, nuk e di. Nga ai zinxhiri duhet i kapësh, domethënë që ti t'ja shtrëngosh kështu derisa ti plasin damarët. Dhe një gjë që harova përpara se ta mbyllim të episodin, ajo zonja që më kishte zënë vendin, domethënë, unë po bëja tashnime. Bëja tashnime për atë episodin e Europës, domethënë. Dhe kur po bëja tashnime, domethënë, nuk e di se ç'a mendonte kjo teta. Po me sa duket po mendonte që unë isha në një studionjës i madh. E kupton? Isha në një person që isha duke studiuar në avion. Domethënë që është padituria e saj, nuk po e gjykoj. Ta thënë thjesht nuk më pëlqeu, thjesht më bëri përshtypje mënyra se si njerëzit e bëjnë këtë fjalimet e shkurtra, small talk, në bisedat e vogla në Shqipëri ose në ambientet shqiptare. Tani ajo ishte me sa duket e çuditur nga fakti që un kam një blok të vogël, kështu pesa. Edhe po bëja ca shënime atje, si duket nuk ka parë ndonjë njeri tjetër të mbaj shënime për punët e tyre. Mund të ishte në një listë, ku dëgjon, qumë, zhvez, miell, çam duheshin për shtëpi. Edhe pas 20 minutash, domethënë kur un po bëja ato skica gjërat si lidhet episodi etj. Më thotë, djali dhe më bëhet shumë qefi, tha që studion, qenë vërtet shumë studiues, tha. Bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Unë nuk po studioja, valla. Do më ndisha një hobin tim që në mendimin e shumë personave është idiotësi, për mendimin tim jo, se ndryshe nuk do e bëja. Edhe nga që nuk e dija si të reagoja, thash, faleminderit. Literalisht kaq që thash, faleminderit. Edhe më tha, çfarë studion? Më thash, nuk studioj, thash, kam studiuar përpara inxhinierisë ndërtimi. Po më pëlqej ka shumë sa të studioj, ka suksese, do ja dalësh. Edhe pse unë i thash që nuk studioj, kam mbaruar, domethënë, nuk dëgjojnë fare plak. Kjo është ideja. Prandaj nuk bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin, sepse literalisht e kanë të pamundur ta dëgjojnë njëri tjetrin se ç'a po ndodh.
Domethënë që literalisht të investojnë e ta njohin njëri tjetrin. Se mund të ishte një interakcion shumë i mirë. Do të dalësh ta mos e ka dalë djalim. Opa. Dale. Më bëhet qefi tash, më bëhet qefi. Ai studion nuk e di se çfarë mësalla, dëgjon me diçka me mjeksi, kështu domethënë teknologji mjekësore, ku dëgjon. Aty tek ai isha ta vizitoj, tha, shpert, çuni një dorë, tha, kështu janë ringa, janë mësim gjithë ditën, tha, kur mbaron ditën e kem deri në orën 10-11, tha, në bibliotekë. Tani nuk e di se sa është probabiliteti, por nëse djali i kësaj zonje është duke e dëgjuar dhe të vërtet djali është deri në orën 10 në bibliotekë, domethënë dhe vetëm 12 në shtëpi çdo ditë që ka bërë Zoti, në qoftë se ajo që ka thënë zonja është e vërtet, bravo të qoftë, ta bëf Zoti mbar, edhe të pafsha lart e më lart arrit çmajat edhe bëfsh të tëm krenare. Po tash ti je në Berlin. Po flasim për 99% tjetër, tash të më shkesësh mua por që ti je deri në orën 10 në bibliotekë. Get the fuck out of here, ikore. Po, unë me prindrit e mi kam pasur një pakt. Shumë persona që kur kemi qenë para përgatitjes për studime këtu, i jepnin gojës shumë me prindrit e tyre, domethënë, dhe kur prindrit tanë takoheshin nëpër kafe ose nëpër rrugë, nëpër Shqipëri, domethënë, prindrit e tyre të tjerëve, që njiheshin vetëm sepse i kishin fëmijët bashkë në një qytet, domethënë, i thoshin babit tim, djali im është kështu, bad businessman, do bëj këtë, do bëj atë, do sjelli kompani, do bëjmë import, export, etj. Ajo ti çfarë bën? Kjo ignorancia, domethënë për të krahasuar etj. Edhe normalisht prindërit e mi kanë qenë njerëz zakonisht shumë të mirë dhe shumë mbështetës në për të pjesë. Unë gjithçka që kam arritur sot jam falendërues drejt për drejt atyre. Po edhe ata fundja fare njerëz janë edhe mbas një herë, 2 herë, 3 herë, mbas vitit të dytë vëlla, mbas vitit të tretë, sidomos pastaj kur u afruan nga fundi i shkollës, që edhe po zgjaste shumë. Po bëheshin kështu vëlla, thonë, ç'a bëm, pse s'e ke mbaruar, po çuni aty, po çuni ti, po kështu. Edhe unë s'merrem ndonjëherë me llafe. Për të tjerët sepse mendoj që problemi i gjithë secilit është problemi i tyre dhe do të jenë ata që do t'i zgjidhin këto lloj probleme. Edhe një herë kur jam qenë në Shqipëri, domethënë ka pas një debat me babin, thoi po kështu, gjëja që ja dalën ata, sa ata thanë që çuni ime kështu. Ditë thash unë, sa aty më i pijaku, pastaj edhe unë tani e kupton, të mos të ndihesh keq valla. Po thash filani ishta dishti ka ngelur që prej këtij viti, iku shiti barca kohësh, u kthye, ka ardhur prapë tash merret me një zot i lart, di me ç'a merret, mund të ketë kthyer edhe rrugën e drejtë, pak rëndësikaja, pa Zoti mbar. Po 1, 2, 3 persona që ty të kanë vënë se problemi miq ishte se babi im ndërtimtar. Dhe jo firmer, punëtor, vetë mjeshtër, kështu që bënte vetë. E ta gjithë biznese. Edhe ndihesh edhe keq valla, si prindër duhen ndihej edhe ai sikur s'po më i plotonte të gjitha muat, nuk po më jepte të gjitha mundësitë se kishte lekë valla, sa kishin të tjerët, e kupton? Edhe në momentin që thashun që shifet gjithë ato persona që ty të vënë keq, të bënte ndihesh keq sikur ti s'ke dhe s'bën mjaftueshëm për mua. Tashun fëmijët e tyre kanë dështuar dhe janë kthyer gjithë. E kupton? Janë zhdukur nga faqja kështu. Kështu që ti s'ke asnjëherë. Jo, po ti s'nuk e thënë. Thashun për çfarë do të them unë? Ço të bëjmë dhe ne si ata? Çka kuptimi ka pasaj? Po na harroft pasaj që mendojmë ne që jemi të mirë, se mund mos jemi të mirë, mund të jemi ne të këqij. Po përderisa kohën e mendojmë që jemi nuk i bëjmë qaf njeriu, për çfarë do të bëj unë llap llap ti e poshtë. Unë ze babi pasaj, po herën tjetër ja them kur ti shikoj, ti thashun tani thash nëse ke një farë lloj respekti për mua, thash unë ta thash këtë vetëm që ti jesh deri diku i qetë, domethënë mos ndihesh keq. Se ti e ke asën brenda sotri. Mua vërtet kalova 101 gjëra edhe mezia dola. Ama, ja dola baba. Jam rregull tash, po punoj. E kupton? Nuk u bie më qaf, nuk u krijoj probleme. Kjo duhet të jetë mjaftueshëm për ty. Nuk ka nevojë që ti thosh ti, apo ja çuni im që s'kishte lekë ja doli dhe çuni jot që kishte gjithë mirat nuk ja doli. Ç'a fiton ti me këtë? Do bësh njëjtën gjë që bëjnë prindërit atyre, thjesht të vënë për një herë në përgjithësi ose ta bësh të ndihesh keq. Je më i mirë se aq. Injoroj ata sepse ata të ulin në të njëjtin nivel llumi. Edhe mbas hidhje pritje kështu domethënë, okay, ram në dakordsi.
E gjitha kjo di tërë ishte vetëm domethënë që kjo zonja më tha që kështu djalim rritën idhje sepse nuk e mbaj mend se sa njerëz të tillë mund t'i kenë thënë prindërve të mi, domethënë dhe jo shpesh, rrallë, por ama ka pasur disa herë që i kam takuar dhe për dreq. Kur ata thonë domethënë që është super edhe bën këtë bën atë, ata janë më mutrit. Më mut nuk bëhet se aq. Kur shikon ai xhaxhi kështu që ja, mirë ai djali im, kismet ja bëj zoti mbar, nuk e di çfarë bën, nuk e di është rregulluar apo jo. Ka pasur ca probleme me këto etj. I takon fëmijët e tyre më vonë, valla. Kanë kaluar 101 gjëra, ja kanë dalë, janë të rregull etj. Edhe kjo është rregulli i treshit që bëjon zakonisht kështu me veten time është nëse ta bën gam kështu, janë mut. Nëse rin nur thonë që hajt më e vështirë si për të gjithë, zakonisht janë ata të mirë, ja dalin. Nëse se u zjata një çik më shumë nga çfarë doja, të zjatesha domethënë. Mesazhi përfundimtar ishte për të që ju lutem, silluni civil. Mbase ka ardhur koha edhe të tregojmë disa gjëra me gisht, të bëjmë një çik policing kështu me njëri tjetrin domethënë që o vlla, sillu mirë, mos e presim vetëm që të ketë ndonjë kështu roje shërbim ose ndonjë policë ndonjë gjë domethënë, mund të themi edhe ne një fjalë apo një tjetër tek një person që shifë vlla se s'është okay kjo gjë. Edhe mos u hapni bythësh kështu, mos u hapni si vajin lakra, domethënë jam të bëj të. Shihni punën tuaj plak. Mos e harxhoni ramin e trurit me idiotësira të tilla. Vonon gjëja, shpirti im e di se sa vonon, po nuk haron. No. Shikoj punën tënde zakonisht ecin gjërat. Unë falenderoj Zotin sot e kësaj dite, edhe pse kam pasur dyshime që do të dështoja në çdo lloj gjëje që kam nisur, jam okay. Jam më mirë se sa e mendoja. Kam shok, kam miq, njerëz që më vlerësojnë, që i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, që i konsideroj pjesë e jetës time. Edhe besoj vërtet që kjo është një mënyrë për të jetuar. Është shumë herë më e thjeshtë kjo në fakt, drejt për drejt se sa një marrëdhënie aq volatile gjatë gjithë kohës kur je duke u munduar ti bindësh të tjerët me gënjeshtrat e tua, apo qofshin të vërteta, domethënë që shive unë bëj këtë bëj atë. E kupton plakot do të luash shah me 4 tavolina që gjithë kohës do të mbash mend gënjeshtrat që ke thënë. Është çmenduri më valla, si mund të jetosh ashtu? Nuk ke asnjë ditë të bukur. Do jesh i hidhur për gjithë jetën. Të dukesh sikur diku do të bëj diçka, do të zbuloj apo etj. Nuk mund të krijosh marrëdhënie të sinqerta me asnjërin në atë lloj farfeje. Gjithsesi, si u mora kohë shumë hajde, ditë mbar tash ja kalofshim mirë, like, subscribe, share, e dini vetë ju. Na duan këto gjërat. Miru dëgjofshim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI.